Shumë pak i lë përgjithsisht hapësirë zotit se Amini që të shtosh, megjithatë për te fakti që pa diskutim që jam dakord që nëse do kishte një grup që do të ndryshonte disi atë mënyrën e reagimit që të gjithë presim qytetar, patjetër që do duhet kishte qenë elita dhe do duhet kishin qenë në këtë elitën tonë modeste, të paktën edhe të gjithë ata që influencojnë mediatikisht në një reagim siç mbështesin parti të ndryshme, ashtu edhe në një reagim kur është momenti për të reaguar. Megjithatë, kjo që po ndodh në Shqipëri, vështirë besoj nga çka kam lexuar që të ndodhur në Republikën e Kongos, kështu që pa diskutim që unë do kisha dashur shumë që të kishte një reagim, por reagimi nuk mund të vijë kaq në mënyrë individuale që domethënë qytetarët të zgjohen në mëngjes, të shohin gjithçka po ndodh, lexojnë lajmet dhe të vendosin dalin në shesh një nga një. Prandaj përgjithsisht ka struktura, ka organizata politike që aktivizojnë me një struktura dhe fillon i gjithë reagimi. Çështja është që ky nuk është një reagim për partitë politike. Mendoj që shqiptarët sot dhe Shqipëria duhet të kuptojë dhe duhet të mbritë momenti që të kuptojë se reagimi dhe ajo çfarë ndodh edhe në shtetet e tjera të Evropës, siç ndodhi me Bullgarinë, siç ndodhi me Rumaninë, siç po ndodh me Strasburgun, siç po ndodh me Francën që janë ngritur fermerët, është një reagim sepse atyre nuk intereson kush është në pushtet, nuk intereson kush do vi në pushtet, nuk intereson, nuk po çohem unë për këtë se kush do vi ai. Nuk intereson aty fare. Atyre intereson vetëm e drejta e tyre, e ardhmja e tyre dhe mirëqenia e tyre dhe ata ja bëjnë të qartë dhe me dije çdo forcë politike sot, nesër, pas nesër dhe kushdo që mund ta fantazoj, që ne jemi këtu dhe nuk ju lëm që të kaloni një limit që shkon përtej asaj që duhet të ju jeni shërbimin tonë. Kështu që në këtë parim, unë do doja që në këtë situatë absolutisht, me thënë, të çmendur me ato çfarë kanë dalë dhe janë publike, pa diskutim që ne që merremi me media dhe jemi dhe të angazhuar në politik, nuk është se habitemi, se shumë çka edhe e kemi perceptuar dhe informacione ka patur, por reagimi duhet të vi për t'i treguar që shqiptarët nuk janë një popull që ti mund t'i shkelësh deri në fund, deri në frymën e fundit. Sëndisare? Andrea, unë do të artikuloj, pavarësisht se Ori dhe zoti Amini e artikuluan më përpara, unë nuk do t'i veja shumë faj shqiptarëve pse nuk ngrihen. Unë mendoj që shqiptarët nuk kanë besim te politika, nuk kanë besim te figurat që janë politikë sot, nuk kanë besim... As te Partia Demokratike? Po, shiko, historia tenton të përsëritet. Ne nuk kemi njerëz që revoltohemi shumë dhe bëjmë revolta të mëdha dhe, po kjo është të thash për shkak të faktit që ne nuk kemi besim te politika, ne nuk kemi besim tek njerëzit se në 35 vite, në mos dikush më pak apo dikush më shumë nuk është se ka bërë shumë për këtë vend. Mund të kishin bërë më tepër. Kështu që e themi shpesh pse shoqëria është apatike, shqiptarët nuk janë patriotë, shqiptarët janë patriotë, shqiptarët nuk janë apatik, shqiptarët nuk kanë besim që dhe po ngritën sot diçka do të ndryshojë, sistemi do të ndryshojë. Pse shqiptarët në vendet huaja janë me përgjegjësi më të madhe? Po themi punojnë ndryshe dhe këtu nuk bën të njëjtën gjë, sepse sistemi aty është ndryshe. Këtu është sistemi i kalbur. Këtu janë njerëzit që e rrethojnë këtë sistem që janë të kalbur. Po shohim tani që kjo është qeveria më e korruptuar. Po, a janë normalizuar skandalet? Po, nuk janë. Për numër skandalesh besoj se kaq nuk ka patur historia shtetit shqiptar. Por, a janë normalizuar, a kemi një lloj Jo, skandalet nuk janë normalizuar. Pirje ndaj tyre? Jo, nuk kemi asnjë lloj pirje, sepse shqiptarët kanë treguar me një lloj cinizmi. Jo, e kanë treguar me emigracionin masiv që nuk janë dakord me këtë elitë politike, me këtë lloj qeverisje, me këtë krizë ekonomike që po ndodh në Shqipëri. Dhe nuk e kanë pranuar duke ikur. Kaq thjesht është. Ne shkojmë në studio të Qafoku, Orland Qafoku, Dekalog, i nderuar mirëmbrëma dhe faleminderit që na bashkuat. Faleminderit për ftesën. Zoti Qafoku, jemi tek skandalet. Ka një lloj cinizmi apo një lloj pirje ndaj tyre? Dita ditës dalin fashikuj nga dosjet e timore të prokurisë posaçme, shumë zyrtar, njerëz të lidhur me pushtetin, shfaqen në një jetë që nuk ka thjesht diferencë, por ka i kontrast i jashtëzakonshëm me jetën e qytetarëve. Jo, unë nuk jam dakord me këtë që kjo është situata më e keqe në këtë vend. Shqipëria politike ka pasur gjithmonë situata të tilla dhe ne kemi pasur madje edhe situata shumë të rënda. Në theshtata është gunga që do të na shoqërojë
jo në vite dhe në dekada, po edhe mbas 1000 vjetët për të shkruhet historia e Shqipërisë. Flas për korrupsionin, për rastet e... Me aferë nisi dhe në 97-a.